tërheqjen e Edi Rama? Unë besoj që presioni është shumë i madh dhe mbase jo tash i shpejt, por me kalimin e këtyre muajve të nxehtë, mbase në vjesht, duhet ose jo duhet, po besoj që do kondicionohet që ta mendoj seriozisht të punë. Kam një pyetje. Me që ju e Fatos Nanon e ndjerë, keni pasur misi. Nëse do ishte Fatos Nano përballë kësaj situate dhe përballë të sheshit, çfarë do bënte? Kishte hik pa diskutim që ishte tërheq, sepse Tosi nuk ishte i dashur, Zoti Nano, fakt. Zoti Nano nuk ishte i dashuruar me karrikën. Zoti Nano, pavarësisht, është i figurë që mund të hajë diskutime qoftë dhe mënyrën se si menaxhonte dhe qeveriste, shpesh herë është vlerësuar pozitivisht nga të majtet, po dhe negativisht, ka qenë vetë Rama që dikur thonte që nuk ja kishte haberin për qeverisin e vendit, se s'kishte kohë të merresh me të. Ndërkohë, vitet e fundit, ja 10 vitet e fundit, bile edhe kur vdiq, domethënë, mbajti një fjalim ku shkla gjotë mirë pa thënë për të. Kështu që optika këtyre politikanëve është e çuditshme se si ndryshon, domethënë. Shkon gjithmonë pas interesit. Jo vetëm e njëjtë, por të gjithëve. Është një zanat që ta kondicionon. Por në përgjithësi, të majtë djathtë, po të diskutosh me ta, mendojnë që ka qenë politikani ma liberal, shumë njerëzor, edhe i cili, domethënë, punonte në grup edhe dëgjonte zërin e grupit. Nuk ka qenë njëri i lidh dhe i dashuruar me karrikën dhe me pushtetin. Që do thotë do ta jepte dorëheqje? Besoj se po. Zoti Duka, një mesazh ke për protestuesit në shesh? Mesazhi është ky që duhet patjetër të vazhdoj jo me të njëjtin temp, po duhet të vazhdoj derisa të ketë produkt. Nëse kjo shuhet, atëherë përgatituni që këtë lloj sistemi që jeni kundra, ta kemi derisa të keni jetë. Është shumë e vështirë për të ndryshuar. Pra kjo është një shans i mirë dhe i fundit. Kjo është shansi edhe momenti. Edhe ne, partitë politike, duhet mësojmë nga kjo, duhet dalim terren, jemi jashtë terrenit komplet, partitë më dha akoma më shumë. Ky Rama merret i çik sepse ka hallin gjithmonë me fitu zgjedhjet, po PD edhe ne. Po PD-ja nuk e ka hallin për të fituar zgjedhjet. Se di, po gjithsesi edhe me marr vota, edhe ne si Partia Agrare-Metaliste së shpejti, duke filluar nga zona jonë shijake atje, domethënë ta fillojmë, duhet të shkojmë të kontaktojmë me njerëzit, duke filluar me grupe nga deputetë, nga kryesia e partisë e tjera, se për ndryshe to të rit na thanë që hikni se sjeni më për këtë punë. Shkojmë, ballafaqohemi njerëzit, duhet të vazhdojmë apo jo? Zoti Duka, të falenderoj, ishte kënaqësi biseda me ty. Jemi mirëpritur gjithnjë. Faleminderit ju. Shkëputemi për pak sekonda dhe rikthehemi, mbetemi tek protesta, por e parë në një tjetër këndvështrim. Gruaja në protest.